Në një natë të ftohtë, një vajzë hyn zbathur në një dyqan, duke mbajtur në krah vëllain e saj foshnjë të uritur. Premtimi i saj i pafajshëm për të paguar kur të rritet dëgjohet nga një burr i pasur dhe i vetmuar, i cili vendos të ndërhyjë. Ky takim i papritur ndryshon përgjithmonë fatin e një familjeje të thyer dhe të një zemre të fjetur. Përpara se të fillojmë, bëhuni pjesë e familjes son këtu në kanal, abonohuni tani, lini pëlqimin tuaj, ndihmon jashtëzakonisht shumë punën tonë dhe shkruani në komente nga cili qytet po na ndiqni. Më pëlqen shumë të di se deri ku arrin historitë tona. Nata e janarit në Tiranë mbarte me vete atë ftohtësi të lagësh që të hyn në kocka dhe nuk të del më. Era e mpreth frynte nëpër rrugët e qendrës së qytetit, duke shtyrë gjethe të thata dhe letra nëpër trotuar, ndërsa rigesa e imët i linte çdo gjëje një shkëlqim të rëshitshëm në dritat e shtyllave. Ishte një nga ato agime kur kush ka një çati të ngrohtë preferon të qëndrojë në shtëpi dhe kush nuk ka, kërkon çfarëdo strehe të mundshme. Dyqani 24 vorësh i rrugës Myslim Shyri ishte pothuajse bosh në atë orë. Dritat fluoreshente krijonin një kontrast artificial me errësirën jashtë dhe shitësi. Një djalë rreth të 20-tave i quajtur Julian hapte gojen i përgjumur ndërsa rregullonte disa rafte. Zëri i ulët i radios luante një këngë popullore të lehtë, duke u përzier me zhurmën e vazhdueshme të frigoriferëve. Pikërisht atëherë dera e xhamit u hap me tringëllimën e një orë të ziles, duke sjellë me vete një puj ajri të ftohtë dhe një pamje që e bëri Julianin të ndalonte atë që po bënte. Një vajzë rreth 10 vjeçe hyri në dyqan. Këmbët e saj të zbathura linin gjurmë të lagura në dyshemen e pastër dhe rrobat e saj, një bluzë roz e zbeth dhe një fund gjinsi i grisur, ishin të qullura nga rigesa. Por ajo që tërhiqte më shumë vëmendjen ishte ajo që mbante në krah, një foshnjë disa muajshe, e mbështjell me një batanie që kishte parë ditë më të mira. Fëmia qante lehtë, një e qarë e dobët dhe e lodhur që të thyente zemrën. Vajza ju afrua banakut me hapa hezitues, sytë e saj të mëdhenj e të errët pasqyronin një vendosmëri që nuk i shkonte për 7 moshës së saj. Flokët e saj gështenji ishin ngjitur në fytyrë nga shiu, por ajo e mbante kokën lart, sikur të mbante gjithë dinjitetin e botës në atë trup të vogël e të brishtë. Ju lutem, zotëri, tha ajo, dhe zëri i saj i dridhur ushtoi nëpër dyqanin e heshtur. Vëllai im është i uritur. Nuk ka pushuar së qari që dje. Zonja atje te farmacia tha se këtu ka qumësht pluhur. Juliani pa vajzën, pastaj foshnjën që rënkonte në krahët e saj dhe ndiu një shtrëngim në gjoks. Kishte parë shumë gjëra duke punuar në atë dyqan, sidomos në turnet e natës, por diçka në atë situatë e la pa fjalë për disa sekonda. Shiko, vogëlushe, filloi ai, duke u përpjekur të ishte i sjellshëm por i ndërgjegjshëm për rregullat e firmës, e kuptoj situatën, por nuk mund t'i jap produktet kështu, e kupton? Duhet të kesh para për. E di, zotëri, e ndërpreu ajo, duke e tundur lehtë foshnjën për ta qetësuar. E di që duhet paguar. Por unë të premtoj, të betohem për shpirtin e gjyshes sime, se kur të rritem, kur të gjej punë, do të kthehem këtu dhe do t'i paguaj të gjitha. Çdo qindark. Me kamat po të duash. Sinqeriteti i atyre fjalëve ishte pothuajse i prekshëm. Nuk kishte dredhje apo manipulim aty, vetëm dëshpërimi i pastër i një fëmije që përpiqej të kujdesej për dikë akoma më të vogël se ajo. Juliani ndiu një topë në fyt dhe shikoi përreth, sikur të kërkonte një përgjigje në raftet plot me produkte. Dëgjo, do të doja vërtet të ndihmoja, por nuk funksionon kështu. Unë punoj këtu, nuk jam pronari, kupton? Nëse shefi im e merr vesh. Sa kushton qumështi? Pyeti ajo, pa u dorëzuar. Kutia më e vogël kushton 1790 lekë, u përgjigj Juliani, pothuajse duke përshpëritur. Vajza mbylli syt për një çast, sikur po bënte një llogari të pamundur në kokë, dhe pastaj pa foshnjën në krahët e saj. E qara e tij po bëhej më e dobët, gjë që ishte akoma më shqetësuese. Mund ta shënosh emrin tim? Pyeti ajo me një seriozitet çarmatosës. Sofia Shkreli. Banoj aty në rrugën prapa, poshtë mbi kalimin. Kur të mbush 10 vjeç, do të kërkoj punë si dado ose pastruese. Kur të mbush 15, mund të punoj vërtet. Atëherë do të vi këtu dhe do të paguaj. Juliani e shikonte pa ditur ç'të thoshte. Ishte e pamundur të mos prekeshe nga vendosmëria e asaj fëmije, nga mënyra se si e mbante foshnjën me aq kujdes, sikur të ishte thesari më i çmuar në boll. Në të njëjtën kohë, ai e dinte se nuk mund t'i jepte thjesht produktet, pa rrezikuar vendin e tij të punës.
Pikërisht në atë moment, një zëburi u dëgjua pas tyre. 1790, the? Sofia u kthye me shpejtësi, duke e shtrënguar foshnjën më fort, sikur po përgatitej të ikte. Pranë raftit të biskotave qëndronte një burr rreth të 40 pesave, i veshur me një pallto të errët dhe me një shport të vogël pazari në dorë. Flokët e tij të thinjur ishin të krejur mirë dhe edhe në gjysmën e errësirën e dyqanit mund të vërejej se rrobat e tij ishin të një cilësie të mirë. Megjithatë, kishte diçka në sytë e tij që nuk përputhej me pamjen e tij të begat, një trishtim i thellë, sikur të mbante një peshë të padukshme mbi supe. Zotëri, belbëzoi Juliani, pa e kuptuar mirë situatën. Burri ju afrua banakut me hapa të sigurt, e vendosi shportën e tij në dy sheme dhe nxori portofolin nga xhepi i brendshëm i palltos. Lëvizjet e tij ishin të sigurta, por kishte një emocion të përmbajtur aty, sikur diçka brenda tij ishte zgjuar nga një gjumë i gjallë. Vajza tha se do të paguaj kur të rritet, foli ai, duke e parë drejt për drejt Sofin. Ky është një premtim i madh. Sa njerëz njohim që bëjnë premtime të tilla dhe i mbajnë? Sofia e vështronte me një përzierje shprese dhe dyshimi. Ajo e kishte mësuar, edhe pse kaq e re, se jo çdo i rritur që ofron ndihmë ka qëllime të mira. Por kishte diçka në zërin e atij burri, një mirësjellje të sinqertë që e bëri të qëndronte aty, edhe pse të gjitha instinktet i bërtisnin të vraponte. Do ta mbaj, po, zotëri, tha ajo, duke ngritur mjekrën. Nëna ime gjithmonë thoshte se fjala jon është gjëja më e rëndësishme që kemi. Është e vetmja gjë që askush nuk mund të na e marrë. Burri buzëqeshi për herë të parë dhe ishte sikur dielli të kishte lindur në mes të asaj nate të ftohtë. Ai mori një kartëmonedë 5000 lekëshe dhe e vendosi mbi banak. Atëherë u morëm vesh, i tha ai Julianit. Mund ta paguash qumështin pluhur. Dhe gjithashtu disa pelena, nëse ke. Dhe ndoshta diçka për të ngrënë për vajzën. Juliani rahu qepallat disa herë, ende duke procesuar atë që po ndodhte. Zotëri, jeni i sigurt? Absolutisht, u përgjigj burri, pa i hequr syt nga Sofia. Por nuk është lëmosh. Është një hua. Vajza tashmë tha se do ta kthej. Sofia ndjeu syt t'i mbusheshin me lot, por nuk ishin lot trishtimi. Ishte lehtësim i pastër, i përzier me një mirënjohje aq të madhe sa nuk i zinte gjoksi. Foshnja në krahët e saj kishte pushuar së qari, sikur të ndjente se diçka kishte ndryshuar në ajër. Faleminderit, zotëri, arriti të thoshte, me zërin e mbytur. Shumë faleminderit vërtet. Ju nuk e imagjinoni dot se çfarë do të thotë kjo. E imagjinoj, po, u përgjigj ai, dhe kishte një sinqeritet të thellë në ato fjalë. E imagjinoj më shumë se sa mendon ti, Juliani, ende pak i trullosur nga e gjithë situata, filloi të merrte artikuj. Qumësht pluhur, pelena, disa biskota, një çokoladë me qumësht. Ndërsa i kalonte të gjitha në kas, burri e vëzhgonte Sofin me vëmendje. Ajo e tunte foshnjën butësisht, duke i përshpëritur fjalë për këdhelse në vesh, dhe kishte një butësi aty që preku diçka të thellë në gjoksin e burrit. Si quhesh? E pyeti ai. Sofia, u përgjigj ajo. Dhe ky është vëllai im, Pietri. Ai është 5 muajsh. Gëzohem që ju njoh, Sofia dhe Pjetër. Emri im është Klement. Klement Marku. Gëzohem, zoti Klement. Kur Juliani mbaroi së paketuari gjithçka, Klementi mori qeset dhe ju drejtua Sofis. Më lër t'i mbaj unë këto. Ti tashmë po mban Pietrin. Sofia hezitoi për një moment. Nuk keni nevojë të më shoqëroni. Mund të arri vetë. Jam i sigurt që mundesh, tha Klementi, por jashtë është shumë ftohtë dhe shumë vonë. Nëse nuk të pengon shoqëria, do të doja të sigurohesha që keni arritur mirë në shtëpi. Klementi nuk e dinte saktësisht pse po e bënte këtë. Prej vitesh ai jetonte një jetë metodike dhe të vetmuar, duke dalë nga shtëpia vetëm për punë ose për blerje thelbësore si ajo. Ai shmangte kontaktin me njerëzit, shmangte përfshirjen, shmangte ndjenjat. Por premtimi i asaj vajze kishte prekur diçka që ai mendonte se kishte vdekur bashkë me gruan e tij 3 vjet më parë. Sofia e studioi me vëmendje. Ajo kishte zhvilluar një instinkt të mbretët për njerëzit, i lindur nga nevoja për mbijetesë. Dhe diçka te ai burr i thoshte se mund t'i besonte. Jo plotësisht, ajo nuk i besonte plotësisht askujt, por mjaftueshëm për të pranuar ndihmën e tij. Në rregull, tha ajo më në fund. Por është aty afër, poshtë mbi kalimit në rrugën prapa.
Të tre dolën nga dyqani së bashku, me Julianin që i vëzhgonte nga vitrina, ende duke u përpjekur të procesonte atë që sapo kishte dëshmuar. Rigesa kishte pushuar, por i ftohti vazhdonte të ishte intensiv. Klementi hoqi shallin e tij dhe, pa pyetur, e mbështolli Sofin dhe Pietrin me të. Faleminderit, përshpëriti ajo, e befasuar nga mirësjellja e gjestit. Ndërsa ecnin nëpër rrugët e zbrazta, Klementi ndjente një ndjesi të çuditshme që rritej brenda tij. Ishte sikur, pas vitesh gjumë, ai po zgjohej dalë nga dalë. Premtimi i asaj vajze kishte rrëzuar një mur që ai as nuk e dinte se e kishte ndërtuar rreth zemrës. Sofia, tha ai ndërsa kthyen një qoshe, mund të pyes ku është nëna jote? Ajo po na pret, u përgjigj Sofia dhe kishte një hezitim në zërin e saj. Vetëm se ajo nuk është shumë mirë kohët e fundit. Që kur lindi Pietri, ajo bëhet pak e hutuar. Klementi e kuptoi atë që ajo nuk po e thoshte. Depresion pas lindjes, ndoshta i përkeqësuar nga situata e vështirë në të cilën jetonin. Ai nuk pyeti më, por ndjeu gjoksin t'i shtrëngohej edhe më shumë. Kur arritën të mbikalimi, Klementi e kuptoi dimensionin real të situatës. Poshtë strukturës së betonit, e mbrojtur vetëm nga disa mushama dhe karton, ishte improvizuar një lloj banese. Një grua rreth të 30-tave ishte ulur në atë që dukej si një dyshek i vjetër, duke parë në boshllëk me një shprehje të largët. Mami, e thiri Sofia, duke u afruar me kujdes. Solla qumështin për Pietrin. Dhe ka edhe Pelena. Gruaja ngriti syt ngadalë dhe Klementi pa aty një bukuri të lodhur, të raskapitur nga rrethanat, por ende të pranishme. Flokët e saj bjond ishin të shpupuritur dhe rrobat e saj dukshëm të pista, por kishte dinjitet në fytyrën e saj, edhe në brishtësi. Sofia, u zhduke, tha ajo, dhe zëri i saj tingëllonte i largët. Unë u bëra merak. Më fal, mami. Pietri po qante shumë, dhe nuk duroja dot më ta shija ashtu. Atëherë gruaja vuri re Klementin, që qëndronte disa metra larg, duke mbajtur qeset. Sytë e saj u zgurdulluan dhe ajo instinktivisht përqafoi gjunjët në një qëndrim mbrojtës. Kush është ky burr, Sofia? Çfarë do ai? Qetësohu, mami, tha Sofia, duke u ulur pranë saj. Ky është zoti Klement. Ai na ndihmoi të blinim qumështin për Pietrin. Klementi bëri një hap përpara, ngadalë, sikur po i afrohej një kafshë të plagosur. Natën e mirë, zonjë. Emri im është Klement Marku. Vajza juaj është një vajzë shumë trime. Gruaja e shikonte me dyshim, por kishte gjithashtu një raskapitje të thellë në sytë e saj, sikur të mos kishte më energji për të luftuar kundër asgjëje. Pse e bëre këtë? Pyeti ajo, zëri vetëm një pëshpërim. Çfarë do në këmbim? Asgjë, u përgjigj Klementi me sinqeritet. Vajza juaj bëri një premtim. Tha se do ta kthente kur të rritej. I besova. Klementi i vendosi qeset në tokë dhe u largua disa hapa, duke i dhënë hapësirë familjes. Do t'ju lë tani. Kujdesuni për veten. Ai po kthehej për të ikur kur zëri i Sofis e ndaloi. Zoti Klement, e thiri ajo. Faleminderit përsëri. Vërtet. Dhe unë do ta mbaj premtimin tim. Mund të jeni i sigurt për këtë. Klementi u kthye dhe i buzëqeshi asaj. E di që do ta mbash, Sofia. Jam absolutisht i sigurt. Ndërsa largohej, Klementi ndjente diçka që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh, qëllim. Premtimi i asaj vajze kishte zgjuar tek ai një shpresë që ai mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Dhe, për herë të parë në vite, ai pati dëshirë të zgjohej të nesërmen për të parë se çfarë do të ndodhte. Pas ti, poshtë mbikalimit, Sofia përgatiste shishen për Pietrin ndërsa nëna e saj e vëzhgonte në heshtje, ende duke u përpjekur të kuptonte se çfarë sapo kishte ndodhur. Ngrohtësia e qumështit të vakët kontrastonte me të ftohtin e natës dhe për disa minuta, në atë cep të improvizuar në mes të qytetit të madh, një familje gjeti pak paqe. Por Klementi nuk e kishte idenë se ai takimi i rastësishëm në dyqanin 24 orësh do të ishte vetëm kapitulli i parë i një historie që do të ndryshonte jetën e të gjithëve përgjithmonë. Ashtu si Sofia nuk e imagjinonte se premtimi i saj i thjeshtë dhe i sinqert do të ishte çelësi që do të hapte dyrë që ajo as nuk ëndërronte se ekzistonin. Nata vazhdoi e ftohtë dhe e heshtur, por diçka në ajër kishte ndryshuar. Sikur universi të kishte komplotuar që 4 jetë të vetmuara të takoheshin në momentin e saktë, kur të gjitha kishin më shumë nevojë për shpresë. Klementi nuk arriti të flinte atë natë.
I shtrirë në krevatin e tij të madh, në apartamentin e heshtur me 3 dhoma në zonën e bllokut, ai qëndroi duke parë tavanin, duke rijetuar çdo moment të atij takimi të papritur në dyqan. Imazhi i Sofis duke mbajtur Pietrin me aq kujdes, vendosmëria në sytë e saj kur bëri atë premtim, brishtësia e nënës poshtë mbi kalimit, e gjithë kjo i ushtonte në mendje si një melodi që nuk mund ta ndalonte së dëgjuari. Në 5 të mëngjesit, hoqi dorë nga përpjekja për të fjetur. U ngrit, bëri një kafe të fortë dhe qëndroi në balkon, duke vëzhguar qytetin që zgjohej poshtë. Tirana kur nuk flinte vërtet, por kishte momentet e saj të pauzës, dhe ajo ore agimit ishte një prej tyre. Trafiku ishte ende i rrallë, disa punëtor tashmë ecnin nëpër trotuare drejt stacioneve të autobusëve, dhe qielli fillonte të zbardhej në një nuancë gri tipike të ditëve me re. Klementi mendoi për rutinën e tij të 3 viteve të fundit. Zgjim, kafe, punë në zyrën e avokatisë që kishte trashëguar nga jati, drek i vetëm në të njëjtin restorant si gjithmonë, kthim në shtëpi, darkë me ushqim të ngrirë, televizor dhe shtrat. Një cikël automatik që e mbante në funksionim, por jo duke jetuar. Që kur Helena kishte vdekur, ai ishte mbyllur në një flusk efikasiteti profesional dhe zbrazëtie emocionale. Por diçka e kishte çarë këtë flusk natën e kaluar. Premtimi i asaj vajze kishte zgjuar tek ai një ndjesi që ai as nuk e mbante mend më se ekzistonte, dëshirën për të bërë një ndryshim në jetën e dikujt. Rreth orës 7 të mëngjesit, Klementi mori një vendim që e befasoi edhe vet atë. Veshur me rroba më të përditshme, xhinse të errëta dhe një këmishë me mëngë të gjata, ai doli nga shtëpia me një qëllim të qartë. Kaloi në një furrë buke dhe bleu bukë të freskët, qumësht, fruta, disa vitamina për fëmijë dhe madje edhe disa lodra të thjeshta që pa në një dyqan që po hapej. Nuk ishte një plan i përpunuar, ishte intuit e pastër. Kur arriti te mbikalimi, rreth orës 8, e gjeti Sofin tashmë të zgjuar, duke u përpjekur të qetësonte Pietrin që qante lehtë. Nëna ende flinte, ose bënte sikur flinte, e mbështjell me një batanie që kishte parë ditë më të mira. Shtëpia e improvizuar e familjes dukej edhe më e pasigurt në dritën e ditës, karton të lagur, disa rroba të varura në një litar të lidhur midis 2 shtyllave të betonit, dhe era e lagështisë e përzier me tymin e makinave që kalonin në unazën sipër. Zoti Klement, Sofia e pa duke ardhur dhe zgurdulloi syt, e befasuar. U kthyet. Solla disa gjëra, tha ai, duke treguar qeset. Mendova se mund t'ju duhej mëngjes. Sofia pa qeset, pastaj atë, me një përzierje mirënjohjeje dhe dyshimi që të thyente zemrën. Ishte një reagim i kuptueshëm, një fëmijë që kishte mësuar të dyshonte në mirësinë falas të rriturve. Pse po e bëni këtë? Pyeti ajo, duke përsëritur të njëjtën pyetje të nënës natën e kaluar. Klementi u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e saj. Ti e di, Sofia, ka një gjë që kam mësuar në jetë, kur dikush bën një premtim të vërtetë, si ai që bëre ti dje, kjo na prej. Më bëri të kujtoj gjëra që i kisha harruar. Çfarë gjërash? Se ka mirësi në botë. Dhe se ndonjëherë ne duhet të jemi pjesë e kësaj mirësie. Në atë moment, nëna e Sofis lëvizi dhe hapi syt ngadalë. Kur pa Klementin aty, u ul me shpejtësi, duke kaluar duart nëpër flokë në një përpjekje instinktive për t'u rregulluar. Mirëmëngjes, tha Klementi me mirësjellje. Ju solla mëngjes. Shpresoj të mos ju bezdis. Gruaja e vështroi për disa sekonda, sikur po përpiqej të deshifronte qëllimet e tij të vërteta. Unë jam Amanda, tha më në fund, zëri ende i ngjirur nga gjumi. Amanda shkreli. Gëzohem, Amanda. Unë jam Klementi. Pse po e bëni këtë? Pyeti ajo, duke i bërë jehon së bijës. Askush nuk bën asgjë falas. Klementi u ul në një kuti kartoni që shërbente si karrige e improvizuar. Keni të drejtë. Shumë herë, njerëzit nuk e bëjnë. Por unë nuk po e bëj falas. Sofia më premtoi se do të paguaj kur të rritet, mbani mend? Është një investim afatgjatë. Amanda e studioi me vëmendje, duke kërkuar shenja falsiteti, por kishte diçka në qetësinë e tij që e bëri më pak mbrojtëse. Dhe nëse ajo nuk arrin të paguaj, do të arrijë, tha Klementi me bindje. Çdo fëmijë që ka guximin të hyjë në një dyqan në mes të natës për të marrë qumësht për vëllain e saj foshnjë, do të arrijë çdo gjë në jetë. Ndërsa bisedonin, Klementi shpërndau bukët dhe organizoi një mëngjes të improvizuar. Sofia ndihmoi të përgatiste një shishe për Pietrin dhe dalë ngadalë, atmosfera u bë më pak e tensionuar.
Ishte e çuditshme të shije se si një vakt i thjesht mund të krijonte një ndjesi normaliteti, edhe në ato rrethana. Amanda, tha Klementi pas disa minutash heshtjeje, mund të pyes sa kohë keni këtu? Amanda uli syt. Rreth 2 muaj. Që kur gjërat u ndërlikuan. Sofia e pa nënën me shqetësim. Ajo kishte mësuar të lexonte shenjat kur Amanda ishte gati të udhëtonte, siç i quante ajo momentet kur nëna shkëputej nga realiteti. Gjërat mund të përmirësohen, tha Klementi me butësi. Ndonjëherë na duhet vetëm pak ndihmë për të dalë nga gropa. Dhe çfarë lloj ndihme po ofroni ju? Pyeti Amanda, dyshimi duke ju kthyer në zë. Klementi e kishte menduar këtë gjatë gjithë natës. E po, për të filluar, si thua për një dush të ngrohtë dhe një natë gjumë të rehatshëm? Një hotel familjar këtu afër. Asgjë ekstravagante, por i pastër dhe i sigurt. Amanda u ngurtësua menjëherë. Ne nuk jemi prostituta. E di, tha Klementi, duke ruajtur qetësinë. Dhe nuk është kjo që po sugjeroj. Është vetëm një natë për të rikuperuar. Dhoma të ndara, nëse preferoni. Pa qëllime të dyta. Pse do ta bënit këtë për të panjohur? Klementi qëndroi në heshtje për një moment, duke luftuar me emocionet e veta. Sepse gruaja ime gjithmonë thoshte se kur nuk e dim kur do të kemi nevojë për mirësinë e një të huaji. Ajo vdiq 3 vjet më parë, dhe që atëherë unë e kisha harruar disi këtë. Sofia ma kujtoi. Sinqeriteti i atyre fjalëve ishte i pamundur të shtirej. Amanda pa dhimbjen e sinqert në sytë e tij dhe diçka brenda saj u prej. Ajo kishte mësuar të njihte njerëzit e rrezikshëm, dhe Klementi nuk ishte një prej tyre. Vetëm një natë, pyeti ajo, hezituese. Një natë për të filluar, ra dakord Klementi. Pastaj shohim se si shkojnë gjërat. Sofia, e cila kishte ndjekur të gjithë bisedën në heshtje, ndërsa tunte Pietrin në krah, më në fund foli. Mami, ka kaq shumë kohë që nuk kemi bërë dush të ngrohtë. Dhe Pietrit i duhet një vend i ngrohtë. Amanda pa fëmijët e saj, pastaj Klementin, dhe diçka në shprehjen e tij e qetësoi. Kishte një trishtim familjar aty, sikur edhe ai të mbante plagët e veta. Në rregull, tha ajo, pothuajse në një pëshpërim. Një natë. Hoteli Familja Tiranë ishte vetëm 3 bloqe larg. Ishte një ndërtesë e thjeshtë, por e mirëmbajtur, me dhoma të pastra dhe punonjës të sjellshëm. Klementi e njihte vendin sepse ndonjëherë akomodonte aty klient nga qytete të tjera. Nuk ishte luksos, por kishte gjithçka që i duhej një familjeje për t'u ndjerë e sigurt. Recepcionistja, një zonjë rreth të 50-tave e quajtur Teta Neza, e pa me kuriozitet grupin e pazakon që hyri në hol. Klementi ju drejtua banakut me natyrshmëri. Mirdita, Teta Neza. Më duhen 2 dhoma të lidhura për sonte. Sigurisht, avokat Klement. Jam për familjen, pyeti ajo, duke parë diskretisht Amandën dhe fëmijët. Po, jam për familjen, u përgjigj ai pa hezituar. Ndërsa Klementi zgjidhte letrat, Amanda ndiej në siklet në hollin e hotelit. Rrobat e saj të pista kontrastonin me ambientin e pastër dhe ishte e sigurt se të gjithë po e shikonin. Sofia i mbante dorën, gjithashtu pak e frikësuar, por në të njëjtën kohë e magjepsur nga llambadari i tavanit dhe era e pastërtisë së vendit. Gati, tha Klementi, duke u kthyer me 2 çelësa. Dhomat 205 dhe 207. Amanda, ti dhe Pietri qëndroni në 205. Sofia, ti rri me mua në 207, nëse nuk të pengon. Ka 2 krevate të ndara. Amanda hezitoi për një sekond, por perspektiva e një dushi të ngrohtë dhe një krevati të pastër foli më fort se dyshimi. Dhomat ishin të thjeshta por mikpritëse. Krevate me çarçaf të bardhë, banjo me ujë të ngrohtë, televizor dhe kondicioner. Për Amandën dhe fëmijët që vinin nga muaj të tërë duke fjetur jashtë, kjo dukej si një pallat. Do t'ju lë të rehatoheni, tha Klementi. Si thua të takohemi për darkë në 7? Ka një restorant këtu në hotel. Kur Amanda hyri në dhomë me Pietrin, gjëja e parë që bëri ishte të vraponte në banjë dhe të hapte dushin. Uji i ngrohtë që binte mbi duart e saj ishte si një mrekulli. Ajo e pa veten në pasqyrë dhe pothuajse nuk e njohu. Shumë e dobët, flok pajet, rrath të zi të thellë poshtë syve. Por kishte diçka ndryshe në sytë e saj në atë moment, një flak e vogël shprese që nuk e shihte prej muajsh.
Ndërkohë, në dhomën ngjitur, Sofia eksploronte çdo cep me mahnitjen e një fëmije që po zbulonte një botë të re. Ajo e ndezi dhe e fiku kondicionerin disa herë, e mrekulluar me faktin se mund të kontrollonte temperaturën e ambientit. Pastaj shkoi te dritarja dhe qëndroi duke parë rrugën poshtë, duke vëzhguar njerëzit që kalonin me jetët e tyre në dukje të organizuara. Kur nuk kam fjetur në një krevat të vërtet, i rrëfeu ajo Klementit, i cili po rregullonte disa gjëra në një koltuk. Kur, e pyeti ai, i befasuar. E po, mendoj kur isha shumë e vogël, para se të lindte Pietri. Por nuk e mbaj mend mirë. Klementi ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi përsëri. Atëherë sot do të jetë e veçantë. Hera jote e parë në një krevat të vërtet që do ta mbash mend. Sofia buzëqeshi dhe ishte hera e parë që Klementi pa një buzëqeshje të vërtet në fytyrën e saj. Nuk ishte vetëm lehtësim apo mirënjohje, ishte gëzim i pastër, lloji i gëzimit që vetëm fëmijët mund ta ndjejnë edhe në rrethanat më të këqija. Në orën 7 të 4 u takuan në restorantin e vogël të hotelit. Transformimi ishte mbresëlënës. Amanda kishte bërë dush dhe kishte larë flokët dhe edhe me të njëjtat rroba si më parë, dukej si një person krejtësisht tjetër. Kishte ngjyrë në fytyrën e saj dhe sytë e saj kishin më shumë jetë. Sofia ishte rrezatuese me flokët që i shkëlqenin dhe lëkurën e pastër. Pietri, i cili kishte bërë një dush të ngrohtë dhe ishte ushqyer siç duhet, flinte i qetë në krahët e nënës. Si ndiheni? Pyeti Klementi ndërsa u ulën në një tavolinë pranë dritares. Sikur jemi bërë sërish njerëz, u përgjigj Amanda, dhe për herë të parë ai dëgjoi një ton emocioni të sinqert në zërin e saj, jo vetëm lodhje apo dyshim. Gjatë darkës, ata biseduan në mënyrë më të relaksuar. Klementi zbuloi se Amanda kishte qenë parukiere para se të lindte Pietri, se Sofia adhuronte të lexonte dhe të vizatonte, dhe se familja kishte një dinamik të dashur, pavarësisht të gjitha vështirësive. Amanda, nga ana e saj, kuptoi se Klementi ishte një burr vërtet i vetmuar, se humbja e gruas e kishte lënë të humbur në botën e tij. Mund të pyes si vdiq gruaja jote? E pyeti Amanda gjatë ëmbëlsirës. Klementi qëndroi në heshtje për disa sekonda. Kancer. Ishte e shpejt, por jo aq e shpejt sa të mos ishte e dhimbshme. Helena gjithmonë thoshte se duhej të mësoja të jetoja vetëm, në rast se i ndodhte diçka asaj. Por unë kur nuk mësova. Thjesht ekzistoj. Duhet të jetë e vështirë, tha Amanda me sinqeritet. Është. Por njoja me ju më bëri të kuptoj se ndoshta e kam gatëruar të jetuarit vetëm me të jetuarit i izoluar. Pas darkës, kur u ngjitën në dhoma, Amanda ndaloi në korridor dhe e pa Klementin. Faleminderit, tha ajo, thjesht. Faleminderit vërtet. S'ka përse. Dhe Amanda? Oferta nuk mbaron nesër në mëngjes. Nëse doni, mund të bisedojmë për mundësi të tjera. Çfarë lloj mundësish? Klementi kishte menduar për këtë gjatë darkës. Kam një apartament bosh në zonën e 21 dhjetorit. Është i vogël, por ka 2 dhoma, kuzhinë, gjithçka funksionale. Ka muaj që rri bosh. Si thua të qëndroni atje për një kohë? Derisa të organizoheni? Amanda e vështroi, duke kërkuar ndonjë shenjë se kishte një kundërshpërblim të fshehur në atë ofertë. Në këmbim të çfarë? Në këmbim të premtimit të Sofis. Dhe që të më lejoni të ndihmoj derisa të arrini të ecni sërish vetë. Pse po e bëni këtë? Vërtet? Klementi buzëqeshi me trishtim. Sepse ndoshta duke ju ndihmuar ju, është një mënyrë që edhe unë të arrit të jetoj sërish. Ndoshta kemi nevojë për njëri tjetrin më shumë se sa e imagjinojmë. Amanda e kaloi gjithë natën duke menduar për atë propozim. E shtrirë në një krevat të pastër e të butë, me Pietrin që flinte i qetë pranë saj, ajo ndjente një përzierje shprese dhe frike. Shpresë se ndoshta, më në fund, ata mund të kishin një shans për të rifilluar. Frikë se ishte shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Në dhomën ngjitur, Sofia gjithashtu nuk arrinte të flinte, por për arsye të ndryshme. Ajo ishte e mahnitur nga butësia e krevatit, nga heshtja e dhomës, nga ndjesia e sigurisë. Por kryesisht po mendonte për atë që Klementi kishte thënë në darkë për gruan e tij. Ajo e kishte humbur baban kur ishte shumë e vogël, dhe që atëherë ëndërronte të kishte një figurë atërore të vërtetë. A ishte e mundur që rrugët e tyre të ishin kryqëzuar me atë të Klementit pikërisht kur të tre kishin më shumë nevojë?
Klementi, nga ana e tij, ishte në divanin e sallonit, duke parë tavanin dhe duke pyetur veten se çfarë do të thoshte Helena nëse do ta shihte në atë moment. Ajo gjithmonë kishte ëndërruar të kishte fëmijë, por trajtimet kundër kancerit e bën të pamundur. Ndoshta, në një mënyrë misterioze, ajo po I drejtonte hapat e tij drejt asaj familjeje që kishte aq shumë nevojë për kujdes sa edhe ai për qëllim. Kur dielli lindi mëngjesin tjetër, të katërt e dinin se jetët e tyre kishin ndryshuar përgjithmonë. Premtimi I një vajze 10 vjeçare ishte shndërruar në fillimin e diçkaje shumë më të madhe, një familje e pazakontë që sapo po fillonte të zbulonte kuptimin e fjalës shpresë. 3 javë më vonë, apartamenti në zonën e 21 dhjetorit ishte transformuar plotësisht. Ajo që dikur ishte një hapësirë boshe dhe pa jetë, me mobilje të mbuluara me çarçaf dhe një erë vendi të braktisur, tani gumëzhinte me energjinë e një familjeje. Muret që Klementi nuk ishte munduar kur t'i dekoronte, kishin fituar vizatime plot ngjyra të sofisë, të ngjitura me shirit ngjitës. Kuzhina, të cilën ai e përdorte vetëm për të ngrohur ushqim të ngrirë kur vizitonte vendin, tani lëshonte aroma shtëpie që Amanda përgatiste me përbërësit e freskët që Klementi I sillte me përpikëri çdo javë. Sofia ishte e panjohshme. E regjistruar në shkollën 9 vjeçare Emin Duraku, 3 bloqe larg apartamentit, ajo ishte përshtatur me mësimet me një uri për të mësuar që impresiononte edhe mësueset e saj. Çdo pasdite, kur Klementi arrinte nga puna, e gjente atë në tavolinën e vogël të sallonit, e rrethuar nga libra e fletore, me një përkushtim pothuajse obsesiv ndaj studimeve. Shiko pak, zoti Klement, e priti ajo atë pasdite të enjte, duke ngritur një fletore plot me shkaravina. Mësuese Marieta tha se eseja ime ishte më e mira e klasës. Do ta shohësh? Klementi la çantën dhe ul pranë saj, duke vënë syzet e leximit. Teksti, I shkruar me shkrimin ende të pasigurt por të kujdesshëm të një fëmie 10 vjeçare, fliste për heroin tim. Dhe për habin dhe emocionin e tij, heroi I eses nuk ishte një superhero I librave komik apo një futbollist. Ishte ai. Heroi im nuk vesh pelerin dhe nuk fluturon, lexoi Klementi me zë të lartë, emocioni I dridhej në zë. Ai vesh kostum dhe ka një buzëqeshje të bullë. Heroi im I besoi premtimit tim kur të gjithë do të thoshin se fëmijët nuk marrin vesh nga premtimet. Ai më mësoi se ndonjëherë engjëjt shfaqen kur më pak e presim dhe se mirësia e vërtet ekziston në bollë. Klementi duhej të ndalonte së lexuari për një moment, duke hequr syzet për të fshehur lotët që këmbëngulnin të shfaqeshin. Sofia e vëzhgonte me atë intensitet të veçantë të fëmijëve, të aftë për të parë përmes maskave që përdorin të rriturit. Të pëlqeu, pyeti ajo, me ankth. Sofia, tha ai, me zërin e mbytur, është eseja më e bukur që kam lexuar në gjithë jetën time. Dhe dije se kam lexuar shumë. Është se desha të shkruaja për dikë të vërtet, shpjegoi ajo, serioze. Mësuese Marieta tha se heroi I vërtet është ai që bën ndryshim në jetën tonë, jo ata të filmave. Në atë moment, Amanda u shfaq në sallon duke mbajtur Pietrin në krah. Foshnja kishte ndryshuar në mënyrë drastike në ato 3 javë. Kishte shtuar peshë, faqet e tij ishin të kuqëremta dhe të shëndetshme, dhe ai buzëqeshte vazhdimisht, sidomos kur shihte Klementin të vinte. Edhe Amanda ishte ndryshe. Trajtimi me psikologen Fiona Crossi, të cilën Klementi e kishte gjetur përmes rrjetit të tij të kontakteve, po jepte efekt. Ajo ende kishte ditë të vështira, momente kur trishtimi e dominonte, por ishin gjithnjë më të rralla. Si shkoi seanca sot, pyeti Klementi, ndërsa Sofia u kthye te detyrat e shtëpisë me entuziazëm të përtërir. Më mirë, u përgjigj Amanda, duke u ulur në divan dhe duke rehatuar Pietrin në preherin e saj. Doktoresha Fiona thot se po përparoj. Arrita të flas për gjëra që nuk arrija t'i flisja më parë. Klementi e dinte se ajo I referoi marrëdhënies abuzive që I kishte shkatëruar vetbesimin dhe e kishte çuar në atë situatë të vështirë. Amanda nuk kishte treguar kur detaje, por nuk ishte e nevojshme. Klementi I shihte në plagët e padukshme, në mënyrën se si ajo t'kurrej kur dikush fliste shumë lart, në mënyrën se si vonohej për të besuar. Dhe çfarë tjetër tha doktoresha? Amanda hezitoi për një moment. Ajo tha se po krijoj sërish lidhje të shëndetshme. Se është normale që kam frikë të lidhem me njerëzit. Por që nuk mund ta lë frikën të më pengoj të jetoj. Kishte diçka në mënyrën se si e tha këtë, duke e parë drejt për drejt Klementin, që I bëri zemrën të rrite më shpejt. Në javët e fundit, marrëdhënia e tyre kishte evoluar përtej ndihmës së thjesht humanitare.
Ata kishin zhvilluar një rutinë intime dhe mikpritëse. Klementi arrinte nga puna, Amanda tashmë kishte përgatitur darkën, Sofia tregonte fletoret dhe arritjet e saj shkollore. Pietri luante në tapetin e sallonit me lodrat edukative që Klementi kishte blerë. Amanda, filloi Klementi, por u ndërprej nga zilja e celularit. Alo, u përgjigj ai, duke u habitur nga numri i panjohur. Përshëndetje, a është apartamenti në zonën e 21 dhjetorit? Klementi rudhi ballin. Po, kush jeni? Jam Roku, baba i Pietrit. Kam dëgjuar se ai është aty. Gjaku i Klementit ngriu. Amanda, e cila kishte dëgjuar emrin, u zbe menjëherë, sikur të kishte parë një fantazmë. Sofia ndaloi së shkruari dhe pa nënën, duke kuptuar menjëherë se diçka nuk ishte në rregull. Një moment, tha Klementi, duke dalë në dhomë. Si e gjetët këtë numër? Burr, qyteti nuk është aq i madh. Shumë njerëz e njohin Amandën këtu. E mora vesh se ishte në një apartament me fëmijë. Dua të shoh djalin tim. Zëri i burrit ishte i zvarritur, me atë ton karakteristik të dikujt që kishte pirë, por përpiqej të tingëllonte esëll. Klementi ndjeu një zemërim të shurdhër që i rritej në gjoks. Ti e ke braktisur familjen tënde prej më shumë se një viti, tha Klementi, duke kontrolluar tonin. Nuk ke të drejtë ligjore të kërkosh asgjë. Hej, qetësohu, avokat. E di që ke lekë e gjëra, por djali është gjaku im. Kam të drejta, po. Dhe nëse nuk doni të lashe, është më mirë të bisedojmë. Klementi e mbylli telefonin dhe u kthye në sallon. Amanda ishte përqafuar me Pietrin me një forcë që dukej se donte ta mbronte nga të gjitha të këqijat e botës. Duart e saj dridheshin dukshëm. Ishte ai, pyeti ajo në një pëshpërim. Ishte. Por mos u shqetëso. Ai nuk do t'ju afrohet. Sofia u ngrit nga tavolina dhe vrapoi për të përqafuar nënën. Kush ishte, mami? Pse je kështu? Amanda pa të bien, duke luftuar për të gjetur fjalë që nuk do të friksonin një fëmijë 10 vjeçare. Ishte baba i Pietrit, Sofia. Ai u shfaq. Sofia zgurdulloi syt. Ajo e mbante mend vagullisht Rokun, një burr i gjatë që bërtiste shumë dhe e bënte nënën të qante. Ajo ishte vetëm 8 vjeçe kur ai iku, por ruante kujtime të këqija nga ajo periudhë. Do ta marr Pietrin, pyeti ajo, zëri i vogël dhe i frikësuar. Jo, tha Klementi me vendosmëri, duke u afruar dhe duke vendosur një dorë mbrojtëse mbi supin e Sofisë. Askush nuk do t'ju ndaj. Unë premtoj. Amanda ngriti syt drejt tij dhe Klementi pa aty jo vetëm frikë, por edhe një besim prekës. Ajo i besonte atij. Besonte se ai mund t'i mbronte. Ai ka të drejta ligjore, pyeti ajo. Klementi mendoi shpejt. Si avokat, ai e dinte se situata ishte komplekse. Roku ishte babai biologjik i Pietrit dhe edhe pse kishte braktisur familjen, kjo i jepte disa të drejta ligjore. Por kishte gjithashtu historikun e neglizhencës dhe abuzimit. Teknikisht, po, ai ka disa të drejta si baba biologjik. Por kemi gjithashtu argumente të forta kundër tij, braktisje, neglizhencë, mungesë të pensionit ushqimor. Dhe më e rëndësishmja, kemi prova se ti dhe fëmijët jeni në një situatë shumë më të mirë tani. Klementi u gjunjëzua para Amandës duke i marrë duart me delikatesë. Dëgjo, do t'i telefonoj një kolegu specialist për të drejtën familjare. Do të përgatitemi siç duhet. Ke gjithë mbështetjen time, ligjore dhe personale. Po sikur ai të arrijë ta marrë Pietrin? Po sikur gjykatësi të mendoj se ai ka më shumë të drejta se unë? Kjo nuk do të ndodhë, tha Klementi me bindje. Ti je një nënë e mrekullueshme, Amanda. Ti je kujdesur për fëmijët vetëm gjatë gjithë kësaj kohe. Ti po trajtohesh, por i kuperohesh, po ofron stabilitet atyre. Asnjë gjykatës i arsyeshëm nuk do t'i dorëzonte Pietrin dikujt që ka braktisur familjen. Sofia, e cila kishte dëgjuar të gjithë bisedën me seriozitetin e parakohshëm që jeta ja kishte imponuar, foli, Zoti Klement, Pietri as nuk e njeh atë burr. Pietri njeh vetëm ty si baba. Fjalët e vajzës ranë mbi Klementin si një rrufe. Sofia kishte verbalizuar diçka që të gjithë e ndjenin, por askush nuk kishte guxuar ta thoshte. Aty, në atë apartament, ata ishin bërë një familje e vërtetë.
Jo një familje tradicionale, por një familje e bazuar në dashuri, në kujdesin e ndërsjellë dhe në zgjedhjen e ndërgjegjshme për të qenë bashkë. Amanda e pa Klementin me një intensitet të ri. Sofia ka të drejtë, tha ajo, zëri ende i dridhur por me një notë vendosmërie. Pietri njeh vetëm ty si figurë atërore. Ti je i pranishëm çdo natë, ti je ai që i bën banjë kur unë nuk mundem, ti je ai që zgjohesh kur ai qan natën. Roku është thjesht material gjenetik. Klementi ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi nga emocioni. Ai ishte lidhur me Pietrin sikur të ishte djali i tij. Të shihte foshnjën të rritej, t'i mësonte Sofis të ngiste biçikletën në parkun e lagjes, të ndihmonte Amandën të rindërtohej, e gjithë kjo i kishte dhënë një kuptim jetës së tij që nuk e ndjente prej vitesh. Atëherë këtë do të argumentojmë, tha ai. Atësi reale kundrejt atësisë biologjike. Do t'i tregojmë gjykatësit se Pietri ka një baba të pranishëm dhe të dashur, unë, dhe se ndarja e tij nga kjo familje do të ishte e dëmshme për zhvillimin e tij. Por që kjo të funksionoj, tha Amanda ngadalë, ti do të duhej të merrje ligjërisht një pozicion në familjen tonë. Klementi e kuptoi se çfarë po insinuonte ajo. Për të pasur forcë ligjore si figura atërore e Pietrit, ai do të duhej të ishte më shumë se një mik që ndihmonte. Do të duhej të njihej ligjërisht si bashkëshorti i Amandës, duke marrë përgjegjësi atërore zyrtare. Kjo është ajo që dua, tha ai pa hezituar. Amanda, Sofia, Pietër, ju jeni bërë familja ime. E vetmja familje që dua të kem. Amanda ndjeu sytë t'i mbusheshin me lot, por nuk ishin lot trishtimi. Ishte lehtësim, mirënjohje dhe, për herë të parë pas shumë kohësh, shpresë e vërtetë se ndoshta ajo mund të kishte një të ardhme të lumtur dhe të sigurt. Je i sigurt? Pyeti ajo. Nuk është vetëm për shkak të situatës ligjore? Sepse nëse është Klementi e ndërpreu, duke i marrë fytyrën me delikatesë midis duarve. Amanda, unë jam dashuruar me ju. Me të tre. Me forcën tënde, me inteligjencën e Sofis, me buzëqeshjen e Pietrit. Me familjen që jemi bërë bashkë. Kërcënimi i Rokut vetëm më bëri të kuptoj se nuk dua t'ju humbas. Kur? Sofia, e cila vëzhgonte gjithçka me sy të zgurdulluar, nuk u përmbajt dot. Kjo do të thotë se ju do të jeni babai im i vërtet? Klementi buzëqeshi përmes lotëve të tij. Nëse nëna jote lejon dhe nëse ti do të doja shumë të isha babai yt i vërtet. Dua, thiri Sofia, duke vrapuar për të përqafuar Klementin. Gjithmonë kam dashur të kem një baba. Dhe ju jeni babai më i mirë që mund të kërkoja. Amanda përqafoi Pietrin kundër gjoksit, duke vëzhguar Klementin dhe Sofin që përqafoheshin, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu se ndoshta bota nuk ishte një vend aq i rrezikshëm. Ndoshta, vetëm ndoshta, ata mund ta fitonin këtë betejë dhe të ndërtonin familjen që të gjithë e meritonin. Atëherë do të luftojmë, tha ajo, me një vendosmëri të re në zë. Do të luftojmë për familjen tonë. Klementi mori telefonin dhe i radhëroi Robert Matës, avokatit më të mirë familjar që njihte. Ndërsa shpjegonte situatën, Amanda e vendosi Pietrin në krevat fëmijësh dhe u kthye pranë Sofis, e cila ishte ende rrezatuese me perspektivën e të pasurit më në fund një baba. Mami, tha Sofia, e mban mend kur bëra atë premtim në dyqan? Thash se do ta paguaja zotin Klement kur të rritesha? E mbaj mend, u përgjigj Amanda. Mendoj se tashmë po e paguaj. Ne po i japim atij një familje. Dhe ai po na jep neve një familje gjithashtu. Të gjithë po paguajnë të gjithë. Amanda buzëqeshi, e mrekulluar me mençurinë e asaj vajze që ishte rritur shumë shpejt, por që ende arrinte ta shihte botën me qartësinë e pastër të fëmijërisë. Nga dhoma, ata dëgjonin Klementin duke biseduar me avokatin, zëri i tij i prerë dhe i vendosur. Ai po shpjegonte situatën, duke kërkuar udhëzime se si të procedonte, si ta mbronte familjen që kishte zgjedhur kundër kërcënimit që ishte rishfaqur nga e kaluara. Kur u kthye në sallon, fytyra e tij ishte serioze, por plot besim. Roberti do të na pres nesër në mëngjes. Ai tha se kemi argumente të mira, sidomos me historikun e braktisjes dhe neglizhencës së Rokut. Por gjithashtu sugjeroi që të zyrtarizojmë bashkimin ton sa më shpejt. Kjo do të forconte pozicionin ton ligjor. Amanda gëlltiti pështymën. Ta zyrtarizojmë si? Martesë civile. Bashkëjetesë. Një dokument ligjor që vërteton se jemi një familje e konstituuar, jo thjesht njerëz që jetojnë bashkë.
Fjala e martesë qëndroi pezull në ajër për disa sekonda. Ishte një hap i madh, edhe duke marrë parasysh gjithçka që kishin ndërtuar tashmë bashkë. Është shumë shpejt, pyeti Klementi, duke vënë re hezitimin e saj. Amanda shikoi përreth. Pa Sofin të përkulur mbi fletore, duke studiuar me vendosmërinë e dikujt që dëshiron një të ardhme më të mirë. Pa Pietrin që flinte i qetë në krevat me faqet e kuqëremta nga shëndeti. Pa Klementin, burrin që ishte shfaqur si një engjëll në një natë të ftohtë dhe që atëherë nuk ishte larguar nga ana e tyre asnjë dil. Jo, tha ajo më në fund. Nuk është shumë shpejt. Është koha e duhur. Është gjëja e duhur për t'u bërë. Klementi buzëqeshi dhe ishte një buzëqeshje lehtësimi të thellë e përzier me dashuri të sinqertë. Atëherë nesër shkojmë në gjendjen civile pas avokatit? Shkojmë, ra dakord Amanda. Do të martohemi. Do të jemi një familje ligjore në sytë e ligjit. Dhe do ta fitojmë këtë betejë kundër rrokut. Sofia u ngrit nga tavolina dhe vrapoi t'i përqafonte të dy. Mund të jem shoqëruese e nusës? Klementi qeshi dhe ishte hera e parë që Amanda e dëgjoi të qeshte me një të qeshur të vërtet, të lirë dhe të lumtur. Mundesh, princesh. Do të jesh shoqëruesja më e bukur e nusës që ka ekzistuar ndonjëherë. Ndërsa të tre përqafoheshin me Pietrin që flinte i qetë në krevat pranë tyre, asnjëri prej tyre nuk i imagjinonte sfidat që do të vinin ende. Por për herë të parë që kur ishin njohur, të gjithë ishin të sigurt për një gjë, pavarësisht se çfarë do të ndodhte, do ta përballonin bashkë. Si një familje e vërtetë. Martesa civile u bë një të premte me diell në gjendjen civile në qendër të Tiranës. Amanda veshi një fustan bojqielli të çelët që Klementi e kishte blerë posaçërisht për këtë rast, dhe Sofia ishte rrezatuese në rolin e saj si shoqëruese e nusës, duke mbajtur Pietrin në krah gjatë gjithë ceremonisë. Nuk kishte të ftuar lule të sofistikuara apo fest, vetëm të katërt, zyrtari i gjendjes civile, 2 dëshmitarë që punonin aty dhe premtimi solemn se do të qëndronin bashkë në gëzim me hidhërim në shëndet e sëmundje. Klement Marku, tha zyrtari, a e pranoni Amanda Shkrelin si bashkëshortën tuaj, duke premtuar se do të jeni bashkëshort besnik në begati e vështirësi, në gëzim e hidhërim në shëndet e sëmundje, duke e dashur dhe respektuar atë çdo ditë të jetës suaj? Pranoj, u përgjigj Klementi, duke e parë Amandën në sy me një intensitet që i bëri zemrën të rrite më shpejt. Amanda Shkreli Marku, a e pranoni Klement Markun si bashkëshortin tuaj, duke premtuar se do të jeni bashkëshorte besnike në begati e vështirësi, në gëzim e hidhërim, në shëndet e sëmundje, duke e dashur dhe respektuar atë çdo ditë të jetës suaj? Amanda mori frym thellë, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur që nga ajo natë e ftohtë në dyqan. Pranoj, tha ajo, dhe zëri i saj tingëlloi i prerë dhe i bindur. Kur shkëmbyen unazat e thjeshta që Klementi i kishte blerë në argjendarinë e lagjes, Sofia filloi të qante nga emocioni. Tani jemi një familje e vërtet, i përshpëriti ajo Pietrit, i cili luante me gishtat e saj të vegjël e të shëndosh. Muaji i mjaltit zgjati saktësisht 6 orë. Menjëherë pas drekës festive në një restorant pranë gjendjes civile, celulari i Klementit ra. Ishte Dr. Robert Mata me lajme shqetësuese. Klement, Roku ka paraqitur një padi për kujdestarit të përbashkët sot në mëngjes. Avokati i tij është Pjetër Çela, e njeh? Klementi e njihte. Çela ishte i njohur për marrjen e rasteve të vështira dhe përdorimin e të gjitha strategjive të mundshme ligjore, jo gjithmonë më etike. Çfarë po pretendon? Atësinë biologjike, të drejtat kushtetuese dhe më interesantja, po pretendon se ti e ke detyruar Amandën të martohet për të forcuar pozicionin tënd ligjor. Thot se martesa është një farsë për të dëmtuar të drejtat e tij si baba. Klementit i ngriu gjaku. Dhe shanset e tij për të fituar? Të vogla, por ekzistojnë. Prandaj duhet të veprojmë shpejt. Së pari, sugjeroj që të largoheni nga Tirana për disa javë. Kam një pronë në Voskopoj që mund t'ju jap hua. Së dyti, do të pranojmë vizita të mbikëqyrura si shenjë e vullnetit të mirë gjyqësor. Amanda, e cila po dëgjonte bisedën, u zbe. Vizita të mbikëqyrura do të thotë se ai do ta shohë Pietrin? Do të thotë se një punonjës social do të shoqërojë takime të kontrolluara, shpjegoi Klementi, duke mbuluar telefonin. Është një strategji. I tregon gjykatësit se nuk po e pengojmë kontaktin, vetëm po garantojmë sigurinë e Pietrit. Nuk e dua atë burr pranë djalit tim, tha Amanda, zëri i dridhej nga zemërimi dhe frika.
Clement, ti nuk e kupton. Ai është I rrezikshëm. Ai. Amanda nuk arriti ta mbaronte fjalin, por Clementi pa në sytë e saj kujtime të dhimbshme që ajo ende nuk I kishte treguar plotësisht as psikologes. Çfarë ka bër, Amanda? Më duhet ta di për të mundur të mbrohemi. Amanda mori Pietrin në krah dhe u largua disa hapa, sikur I duhej distanca për të arritur të fliste. Ai më rrite. Po thuaj se çdo ditë. Dhe kur mori vesh se isha 7 zën, tha se nëse nuk do të ishte djalë, ai do të më bënte ta humbisja 7 zënin. Sofia, e cila po luante me pecetat e tavolinës, ndaloi dhe pa nënën. Ajo e dinte se Roku ishte I keq, por nuk I njihte të gjitha detajet e dhunës që Amanda kishte pësuar. Clementi ndjeu një zemërim të ftohtë që I rritej në gjoks. Të ka kërcënuar ty dhe foshnjën? Më shumë se kaq. Kur lindi Pietri, ai tha se nëse do të provoja të largohesha nga shtëpia ose ta denoncoja, ai do ta merrte Pietrin dhe unë nuk do ta shija më kur djalin tim. Prandaj I ka natën. Mora fëmijët dhe dola duke vrapuar. Përfunduam në rrugë sepse nuk kisha ku të shkoja, por preferoja rrugën se sa të qëndroja me të. Clementi u kthye te telefoni. Robert, shëno gjithçka që do të them. Kemi një historik dhune në familje, kërcënime ndaj të miturit dhe kërcënim për rrëmbim. A e ndryshon kjo strategjin ton? Ndryshon gjithçka. Nëse arrijmë ta provojmë këtë, vizitat e mbikëqyrura bëhen arma jon. Ai do të ekspozohet. Burra si ai nuk arrin të kontrollohen kur janë duke u vëzhguar. 3 ditë më vonë, familja ishte vendosur në një shtëpi mikpritëse në Voskopoj. Prona ndodhej në një rrugë të qetë, e rrethuar nga pisha dhe me një pamje të bukur të maleve. Sofia ishte regjistruar në shkollën lokale, ku përsëri u dallua shpejt për studimet. Pietri u përshtat mirë me klimën më të ftohtë, duke fjetur më mirë dhe duke luajtur në kopshtin e shtëpisë në pasditet me diell. Amanda, megjithatë, ishte gjithnjë e më e ankthshme. Edhe larg qytetit, ajo jetonte duke parë mbi supe, duke u trembur nga çdo zhurmë e çuditshme. Seancat e terapisë tani bëheshin me videotelefonat me Dorfionën, por distanca nuk po e ndihmonte rikuperimin e saj. Ai do të arrijë të më gjej, I thoshte ajo Clementit në netët kur nuk arrinte të flinte. Roku gjithmonë ka qenë I zgjuar për këto gjëra. Po sikur të zbuloj ku jemi? Nuk do të zbuloj, e qetësonte Clementi, duke e përqafuar kundër gjoksit. Dhe edhe nëse zbulon, tani nuk je vetëm. Ke një familje të tërë për të mbrojtur. Një nga këto biseda natë I zbuloi Clementit dimensionin real të traumës që Amanda mbante. E di pse pranova të martohesha me ty kaq shpejt, e pyeti ajo në një agim gushti, ndërsa vëzhgonte shiun e imët që binte në dritare. Pse? Sepse është hera e parë në jetën time që një burr më bën të ndihem e sigurt. Me baban e Sofis isha shumë e re për të kuptuar shenjat e rrezikut. Me Rokun isha tashmë shumë e shkatëruar për të arritur të ikja më herët. Por me ty është ndryshe. Clementi u kthye për ta parë në errësirë. Ndryshe si? Ti më dëgjon. Ti pyet se çfarë dua unë, çfarë ndjej unë. Ti luan me fëmijët pa humbur durimin. Ti kur nuk më ke bërtitur, kur nuk më ke bërë të ndihem budallaqe apo e paftë. Amanda bëri një pauzë duke kërkuar fjalët e duhura. Fiona thot se unë ngatëroj mbrojtjen me posedimin. Se kam mësuar të mendoj se burri që bërtet dhe kontrollon është ai që të do vërtet. Por ti më mësove se dashuria e vërtet është e heshtur. Është kujdes pa kërkesa. Clementi ndjeu gjoksin t'i shtrëngohej nga emocioni. Amanda, ti e di që të dua, apo jo? Jo sepse ke nevojë për mbrojtje, por sepse je një grua e jashtëzakonshme. E fortë, inteligjente, një nën e mrekullueshme. E di. Dhe kjo është ajo që më frikson pak. Po mësoj ta dua veten përmes syve të tu. Dhe kam frikë se nëse ti ikën, unë do të humbas sërish. Unë nuk do të iki, premtoi Clementi. Kur? Jemi një familje, Amanda. Për gjithmonë. Këto biseda intime e forconin edhe më shumë lidhjen mes tyre. Edhe Clementi filloi të hapej për plagët e veta. I tregoi Amandës për ditët e fundit të Helenës, për fajin që ndjente që nuk kishte arritur ta shpëtonte, për vitet e vetmisë që pasuan.
Kur ju njoha juve, unë thjesht ekzistoja, rrëfeu ai një pasdite kur po ecnin në qendrën historike të Voskopojës, me Pietrin që flinte në karrocë dhe Sofin që vraponte mes pemëve. Jeta ime ishte punë, shtëpi, punë, shtëpi. E kisha harruar se çfarë do të thoshte të kishe një qëllim. Dhe tani? Tani zgjohem çdo ditë duke menduar se si mund të jem një baba më i mirë për Sofin dhe Pietrin, një bashkëshort më i mirë për ty ju ma kthyen jetën, Amanda. Ishte gjatë një prej këtyre pasditeve të qeta që morën telefonatën që do të ndryshonte gjithçka. Clement, tha Roberti, zëri i tensionuar, kemi një problem. Roku ka gjetur adresën e apartamentit në Tiranë dhe ka hyrë brenda duke ju kërkuar. Nuk ka thyer asgjë, nuk ka vjedhur asgjë, por e ka bërë të qartë se e di që ju nuk jeni më atje. Clementi u largua nga Amanda dhe Sofia, të cilat po zgjidhnin libra në një librari të vogël. Si e gjeti? Me ryshfet, me siguri. Dikush nga pallati duhet të ketë folur. Portieri i ri nuk ju njihte dhe duhet të ketë dhënë informacione. Lajmi i mirë është se kjo forcon çështjen tonë, shkelje banese, edhe pa dëme materiale, tregon mos respektim të ligjeve. Lajmi i keq është se ai po ju kërkon në mënyrë aktive. Clementi pa familjen e tij përmes vitrinës së librarisë. Sofia po ndihmonte Amandën të zgjidhte një libër me përralla për t'i lexuar Pietrit, të gjithë të qeshur dhe të qetë. Normaliteti i asaj skene kontrastonte brutalisht me kërcënimin që rrinte pezull mbi kokat e tyre. Çfarë bëjmë tani? Qëndroni aty. Mos u largoni nga Voskopoja. Dhe përgatituni, javën tjetër kemi seancën e parë. Amanda do të duhet të dëshmoj për historikun e dhunës. Kur Clementi u kthye brenda në librari, Amanda e kuptoi menjëherë se diçka nuk ishte në rregull. Çfarë ndodhi? Duhet të bisedojmë kur të arrijmë në shtëpi, tha ai, duke sforcuar një buzëqeshje për të mos friksuar Sofin. Atë natë, pasi Sofia shkoi të flinte dhe Pietri ishte në krevat, Clementi i tregoi për hyrjen në apartament. Amanda qëndroi në heshtje për disa minuta, vetëm duke parë në boshllëk. E dija, tha ajo më në fund. E dija që ai nuk do të hiqte dorë. Amanda. Jo, Clement. Ti nuk e kupton. Roku nuk e do Pietrin sepse e do djalin. Ai e do Pietrin për të më pasur sërish në pushtetin e tij. Kështu funksionojnë burra si ai. Është kontroll, jo dashuri atërore. Clementi i mori duart, të cilat ishin të ftohta akull pavarësisht ngrohjes së ndezur. Atëherë do t'ja tregojmë këtë gjykatësit. Në seancë, ti do të tregosh gjithçka. Do të provojmë se ai është një rrezik për ju. Po sikur gjykatësi të mos më besoj. Po sikur të mendoj se po shpik gjëra për të favorizuar ty. Nuk do të ndodhë. Kemi prova, Amanda. Hyrja në apartament, historiku mjekësor i plagëve të tua kur jetoje me të, proces verbali që ke bërë në atë kohë. Amanda zgurdulloi sytë. Çfarë proces verbali? Unë kur nuk kam bërë. Punonisja sociale e spitalit ku lindi Pietri i regjistroi plagët e tua si dhunë e mundshme në familje. Është një protokoll standard. Ti mund të mos e mbash mend sepse ishe në lindje, por ekziston dokumentacion zyrtar. Për herë të parë në ditë, Amanda buzëqeshi me lehtësim. Atëherë kemi shanse të fitojmë? Më shumë se shanse. Kemi një familje të bashkuar, prova të forta dhe të vërtetën në anën tonë. Roku mund të ketë të drejta biologjike, por ne kemi diçka shumë më të fortë, dashuri reale dhe mbrojtje të vërtetë. Në shkollën lokale, Sofia po dallohej jo vetëm në lëndët shkollore, por edhe në mënyrën se si lidhej me shokët e klasës. Mësuesja, zënia. Marieta, rastësisht me të njëjtin emër si mësuesja e Tiranës, i kishte komentuar Clementit se si Sofia ishte e pjekur për moshën e saj, por gjithashtu kishte një bujari të natyrshme me fëmijët më të vegjël. Ajo ka një ndjenjë mbrojtjeje shumë të zhvilluar, tha mësuesja gjatë një takimi. Është sikur të ishte një nënë e vogël për të gjithë shokët e klasës. Kjo mund të jetë reflektim i përgjegjësisë së parakohshme që ju desh të merrte me vëllain. Clementi e ndau këtë vëzhgim me Amandën, e cila u shqetësua. Nuk dua që Sofia të humbas fëmijërinë për shkakun ton. Ajo nuk po e humbet, e qetësoi Clementi. Ajo po fiton siguri. Dhe siguria i lejon një fëmijë të jetë fëmijë i vërtetë. Në fakt, në javët në vijim, Sofia filloi të tregonte një anë më të lehtë dhe lozonjare.
U bë shoqe me një vajzë nga shkolla të quajtur Besa, filloi të kërkonte të merrte mësime pikture, dhe madje u ankua kur Klementi i tha se nuk mund t'ia blinte lodrën që donte. Ishin shenja të shëndetshme se ajo po ndihej mjaft e sigurt për të qenë një fëmijë normal. E di çfarë më bën më të lumtur, i tha Sofia Klementit një pasdite kur po ktheheshin nga shkolla bashkë. Është se tani mund të bëj plane për të ardhmen. Më parë, mendoja vetëm se çfarë do të haja të nesërmen, ose ku do të flinim. Tani mund të ëndërroj të bëhem veterinere, ose shkrimtare, ose të dyja. Dhe do të bëhesh, tha Klementi, duke ndjerë një valë krenarie atërore. Do të bëhesh gjithçka që të duash, princesh. Por sado që përpiqeshin të ruanin normalitetin, seanca po afrohej dhe me të nevoja që Amanda të kthehej në Tiranë për të dëshmuar. Perspektiva e të qenit në të njëjtin qytet, në të njëjtën ndërtesë me Rokun, e linte gjithnjë e më të ankthshme. Po sikur ai të provojë diçka në gjykatë, pyeste ajo çdo natë. Do të ketë siguri. Unë do të jem aty. Dre Roberti do të jetë aty. Nuk do të mbetesh vetëm as për një sekond, premtonte Klementi. Në prag të udhëtimit të kthimit për seancën, Sofia bëri një pyetje që i kapi të gjithë në befasi. Ju mendoni se nëse fitojmë në gjykat, ai burri i keq do të ndalojë së na bezdisuri? Klementi dhe Amanda shkëmbyen shikime. Ishte një pyetje fëmije, por që prekte thelbin e frikrave të tyre më të mëdha. Shpresojmë që po, Sofia, u përgjigj Amanda me sinqeritet. Por pavarësisht se çfarë ndodh, ne do të qëndrojmë bashkë dhe do të mbrojmë njëri tjetrin gjithmonë. Është se kam frikë se mos ju lëndon, rrëfeu Sofia. Nuk dua ta humbas familjen time përsëri. Klementi u gjunjëzua para saj. Sofia, më shiko mua. Ti nuk do ta humbasësh familjen tënde kurrë më. Pavarësisht se çfarë ndodh në seancë, pavarësisht se çfarë bën Roku, ti gjithmonë do të kesh një nën që të do dhe një baba që do të jepte jetën për të mbrojtur. Premton? Premtoj. Dhe e mban mend premtimin tënd në dyqan atë natë? Ti e mbajte. Ti tashmë e ke paguar borxhin tënd ndaj meje dhe madje ka tepruar edhe kusuri. Tani është radha ime të mbaj premtimet e mia për ju. Atë natë të fundit në Voskopoj, para se të ktheheshin për të përballuar atë që do të ishte momenti më kritik i jetës së tyre si familje, të katërt fjetën bashkë në sallon, në një fole bataniesh dhe jashtëkësh. Pietri midis Klementit dhe Amandës, Sofia e strukur në krahët e nënës, të gjithë kishin nevojë të ndjenin afërsinë fizike që u jepte siguri. Jashtë, malet e Korçës shtriheshin të heshtura nën qiellin me yje, të pavetdijshme për dramën njerëzore që po shpalosej. Por brenda asaj shtëpie mikpritëse, një familje përgatitej për luftën më të rëndësishme të jetës së saj, të drejtën për të qëndruar bashkë dhe të sigurt, larg hijeve të së kaluarës që këmbëngulnin t'i përndiqnin. Seksioni familjar i gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë ishte veçanërisht i ngarkuar atë të martë shtatori. Amanda mbahej fort pas krahut të Klementit ndërsa ecnin nëpër korridoret plot me njerëz, avokat dhe familje në konflikt. Ajo veshi një kostum blu të errët që Klementi ja kishte bler posaçërisht për këtë rast, diskret por elegant, duke dhënë imazhin e një nëne të përgjegjshme dhe të përqendruar që ishte bërë. Sofia kishte mbetur me një fqinje në Voskopoj, në mbikëqyrjen e një punonjëseje sociale që Dre Roberti e kishte siguruar. Pietri ishte në krahët e një dadoje të specializuar që do t'i shoqëronte gjatë gjithë seancës, në rast se do të ishte e nevojshme ta paraqisnin fëmijën para gjykatësit. Avokat Klement Marku, një zëburi i bëri të ndalonin në korridor. Ishte Roku. Amanda ndjeu këmbët t'i dridheshin kur e pa pas më shumë se një viti. Ai ishte veshur me një kostum të lirë, por të pastër, dhe kishte prerë flokët e kishte ruar mjekrën për këtë rast. Për syt e dikujt që nuk e njihte, dukej si një baba i shqetësuar që luftonte për të drejtat mbi djalin e tij. Por Amanda shihte përtej fasadës, shihte sytë e vegjël e mizor, qëndrimin arrogant, buzëqeshjen false që maskonte dhunën që ajo e njihte aq mirë. Rok, tha Klementi ftohtë, duke u vendosur instinktivisht mes tij dhe Amandës. Avokat bëri Roku një përkulje ironike. Dhe ti, Amanda? Të trajton mirë burri yt i pasur? Amanda ndjeu ndjesinë e vjetër të tmerrit t'i ngjitej në shtyllën kurrizore, por këtë herë kishte diçka ndryshe. Ajo nuk ishte vetëm. Klementi pranë saj, Dre Roberti që afrohej në korridor, siguria se kishte një familje të tërë për ta mbrojtur. Nuk do të flas me ty, tha ajo, zëri i dridhur por i prerë. Vetëm në prani të gjykatësit.
Roku qeshi në mënyrë të pakëndshme. Ah, po? Je bërë mendje madhe tani, Gjeti një avokat dhe tani mendon se je më e mirë se të gjithë? Mjaft, tha Klementi, duke bërë një hap përpara. Çdo komunikim do të bëhet përmes avokatëve. Relaksohu, avokat. Nuk do ta prek gruan tënde të vogël. Vetëm dua të shoh djalin tim. Kam të drejtë, apo jo? Në atë moment, Roberti arriti dhe menjëherë e vlerësoi situatën. Rok, ti e di që nuk mund t'i afrohesh familjes drejt për drejt. Kjo mund të konsiderohet si kërcënim. Kërcënim, qeshi Roku. Vetëm përshëndeta ishin tim dhe njerkun e djalit tim. Mënyra se si tha njerkun ishte e mbushur me helm, sikur Klementi të ishte një ndërhyrës në jetën e Pietrit. Por Amanda, për habin e të gjithëve, përfshirë edhe të sajën, bëri një hap përpara. Klementi nuk është njerku i Pietrit, tha ajo, duke e parë Rokun drejt në sy. Klementi është baba i Pietrit. I vetmi baba që ai nje. Fytyra e Rokut u shtrembërua nga zemërimi. Unë jam babai biologjik. Unë e kam bërë djalin. Të bësh një fëmijë çdo kush e bën, ja ktheu Amanda, me një guxim që nuk e dinte se e kishte. Të jesh baba do të thotë të jesh i pranishëm, të kujdesesh, të duash. Këtë ti nuk e ke bërë kurrë. Klementi ndjeu krenari për gruan e guximshme që Amanda ishte bërë. Dërë. Roberti shfrytëzoi momentin për të ndërhyrë. Mirë, atëherë shihemi në sallën e gjyqit. Ecim, njerëz. Gjykatësi Luan Kora, i seksionit të tretë të familjar, ishte i njohur për qetësinë dhe për vendimet e tij të argumentuara mirë. Në moshën 58 vjeç, kishte dëshmuar qindra mosmarrëveshje familjare dhe kishte zhvilluar një instinkt të mbret për të dalluar midis prindërve të shqetësuar sinqerisht për fëmijët e tyre dhe atyre që i përdornin fëmijët si mjete pushteti. Mirdita, tha ai kur të gjithë u rehatuan në sallë. Jemi këtu për të vlerësuar kërkesën për kujdestarit të përbashkët të miturit Pjetër Shkreli, e paraqitur nga zoti Rob Gjoni kundër zonjës Amanda Shkreli Marku dhe bashkëshortit të saj, Klement Marku. Avokati Pjetër Qela, avokati i Rokut, foli i pari. I nderuar gjykatës, klienti im është babai biologjik i fëmijës dhe ka qenë larg për rrethana që i kanë dalë jashtë kontrollit. Tani, i punësuar dhe esëll, dëshiron të rifilloj përgjegjësinë e tij atërore dhe të zhvilloj një marrëdhënie të shëndetshme me djalin. Cilat ishin këto rrethana që i dolën jashtë kontrollit klientit tuaj? Pyeti gjykatësi. Probleme me alkoolizmin, i nderuar gjykatës, por që tashmë janë kapërcyer. Klienti im ka 8 muaj pa pirë dhe punon si mekanik në një servis në Durrës. Roberti u ngrit. I nderuar gjykatës, do të doja të paraqisja prova se largimi i zotit Rok nuk ishte për shkak të alkoolizmit, por për shkak të një modeli sistematik të dhunës në familje kundër zonjës Amanda dhe kërcënimeve ndaj fëmijëve të mitur. Gjykatësi shfletoi dokumentet që i kishte marrë më parë. Avokat Robert, shoh këtu raporte mjekësore, një proces verbal nga spitali ku lindi fëmia dhe dokumente të tjera. Zonja Amanda, dëshironi të flisni për këtë? Amanda u ngrit me këmbët që i dridheshin, por me vendosmërinë e një nëne që mbronte fëmijët e saj. Po, i nderuar gjykatës. Mund të qëndroni ulur, tha gjykatësi me mirësjellje. Më tregoni për marrëdhënien tuaj me zotin Rok. Amanda mori frym thellë dhe filloi të fliste. Zëri i saj ishte i ulët në fillim, por fitoi forcë ndërsa tregonte për vitet e abuzimeve, kërcënimet, terrorin që ndjente, sidomos gjatë shtatzënisë së Pietrit. Ai thoshte se nëse do të provoja ta lija, do të ma merrte Pietrin dhe unë nuk do ta shija më kurrë djalin tim. Prandaj ika natën me fëmijët. Preferova rrugën sesa të vazhdoja të vuaja dhunë. Dhe si hyri zoti Klement në jetën tuaj? Pyeti gjykatësi. Amanda buzëqeshi për herë të parë në seancë. Sofia, vajza ime e madhe, hyri në një dyqan për të kërkuar qumësht për Pietrin, i cili po vdiste urije. Ajo premtoi të paguante kur të rritej. Klementi e dëgjoi premtimin dhe vendosi të ndihmonte. Nuk ishte lëmosh. Ishte sikur të ishim takuar në momentin kur të gjithë kishim nevojë për familje. Zoti Klement, tha gjykatësi, si e shihni marrëdhënien tuaj me Pietrin? Klementi u ngrit. I nderuar gjykatës, Pietri është 10 muajsh tani. Unë jam i pranishëm në jetën e tij prej 9 muajsh. Unë jam ai që i bëj banjë, që zgjohem natën kur ai qan, që e çoj te pediatri, që i mësoj fjalët e para.
për Pietrin, unë jam babai. I vetmi baba që ai nje. Dhe qëllimi juaj në lidhje me birësimin? Tashmë kemi filluar procesin e birësimit, i nderuar gjykatës. Dua të jem babai i Pietrit ligjërisht, ashtu siç jam tashmë në praktik dhe në zemër. Avokati i Rokut u përpoq të ndërhynte. I nderuar gjykatës, kjo është e parëndësishme. Të drejtat biologjike nuk mund të thjeshtë. Avokat Çela e ndërpreu gjykatësi, do të dëgjoj klientin tuaj tani. Zoti Rok, çfarë keni për të thënë në lidhje me akuzat për dhunë në familje? Roku u ngrit me arrogancë. Gënjeshtër, i nderuar gjykatës. Amanda gjithmonë ka qenë dramatike. Grindeshim, po, si çdo çift, por kur nuk e kam rrahur. Këto letra aty duhet të jenë nga kur ajo është rrëzuar ose është lënduar vetë. Dura Roberti u ngrit. I nderuar gjykatës, a mund të shihni faqen 15 të raportit mjekësor? Plagët e përshkruara nuk përputhen me rrëzime aksidentale. Gjykatësi i shqyrtoi dokumentet me vëmendje. Zoti Rok, shoh këtu se janë regjistruar plagë të përputhshme me agresion në të paktën 3 raste të ndryshme. Si e shpjegoni këtë? Amanda gjithmonë ka qenë e pakujdesshme, i nderuar gjykatës. Ajo i ka shpikur këto gjëra për të më dëmtuar. Pikërisht në atë moment, Roku bëri gabimin e tij të parë. Zëri i tij ishte bërë më i lartë, më agresiv, dhe ai gestikulonte në mënyrë kërcënuese, edhe në prani të gjykatësit. Zoti Rok, tha gjykatësi me vendosmëri, ju kërkoj të mbani zërin të ulët dhe respektin për të gjithë të pranishmin. Më falni, i nderuar gjykatës, por më revolton të shoh djalin tim duke u rritur nga një burr tjetër. Pietri është gjaku im. Gabimi i dytë. Koncepti i gjakut tim, pronësime, ishte pikërisht ajo që gjykatësi kishte vërejtur në 10 raste të baballarëve abuziv. Dura Roberti e shfrytëzoi hapjen. I nderuar gjykatës, kjo ilustron në mënyrë perfekte atë që duam të demonstrojmë. Zoti Rok e sheh Pietrin si pronë, jo si një fëmijë që ka nevojë për dashuri dhe stabilitet. Gjykatësi bëri disa shënime dhe pastaj pa të gjithë të pranishmin. Do të procedojmë me vizita të mbikëqyrura siç kërkohet nga mbrojtja. Do të jetë një mundësi për të vlerësuar dinamikën midis Zotit Rok dhe fëmijës. Amanda ndjeu zemrën t'i rritë fort, por Dura Roberti i kishte përgatitur të gjithë për këtë mundësi. Vizitat e mbikëqyrura do të zhvilloheshin në një qendër të specializuar, me punonjës social të trajnuar për të vëzhguar ndërveprimet midis prindërve dhe fëmijëve. Vizita e parë u caktua për javën pasardhëse. Në ditën e vizitës së parë, Klementi dhe Amanda arritën në qendër me Pietrin në krah. Fëmia, tani 10 muajsh, ishte i gjallë dhe i qeshur, plotësisht i rehatuar me Klementin, të cilin e njihte qartë si baba. Roku arriti pak minuta më vonë, dukshëm nervoz. Punonjësja sociale, Dura Marina Shala, shpjegoi rregullat, vizita do të zgjaste 1 orë, do të regjistrohej dhe çdo sjellje e papërshtatshme do ta ndërpriste takimin. Ajo që ndodhi më pas ishte pikërisht ajo që Dura Roberti kishte parashikuar. Roku, duke u përpjekur të impresiononte punonjësen sociale, e mori Pietrin në krah në mënyrë të ngathët. Foshnja, që nuk e njihte, filloi menjëherë të qante dhe të zgjatej drejt Klementit. Qetësohu, djalë, tha Roku, tashmë i irrituar. Jam babai yt, pusho nazet. Pietri qau më fort, qartësisht i parehatuar. Kur Roku u përpoq ta bënte foshnjën të pushonte duke e tundur në mënyrë të vrazhtë, punonjësja sociale ndërhyri. Zoti Rok, do t'ju kërkoj të jeni më i butë. Foshnjat janë të ndjeshme ndaj gjendjes emocionale të rriturve. Ai nuk pushon së qari, u ankua Roku, frustrimi i dukshëm në zë. Amanda e ka prishur, e ka llastuar shumë. Gabimi i tretë. Fajsimi i nënës për sjelljen natyrale të një foshnjeje që nuk e njeh baban biologjik. Vizita zgjati vetëm 20 minuta. Pietri qau gjatë gjithë kohës, Roku u bë gjithnjë e më i irrituar dhe më në fund hoqi dorë. Ky djalë është i padurueshëm. Amanda duhet t'i ketë dhënë diçka për të qenë kështu. Akuza se Amanda kishte droguar djalin e saj ishte gabimi final. Punonjësja sociale e mbylli vizitën menjëherë dhe shkroi një raport të detajuar mbi paftësinë e Rokut për të trajtuar një fëmijë në mënyrë të përshtatshme. Vizita e dytë, 2 javë më vonë, ishte edhe më keq. Roku erdhi qartësisht i trazuar, jo i dehur, por agresiv. Kur Pietri përsëri qau kur u nda nga Klementi, Roku humbi durimin. Çfarë dreqin është kjo?
Djali nuk më nje sepse ju i keni mbushur kokën kundër meje. Zoti Rok, tha punonjësja sociale, Pietri është 10 muajsh. Askush nuk e ka influencuar. Ai thjesht nuk ju nje si figura atërore. Do të më njo. Është djali imë. Mënyra se si bërtiti imë friksoi jo vetëm Pietrin, por të gjithë njerëzit e pranishëm. Vizita u mbyll në 15 minuta dhe punonjësja sociale rekomandoi të mos kishte më takime derisa Roku të kalonte në vlerësim psikologjik. Kthyer në gjykat, 3 javë më vonë, Dr. Roberti paraqiti raportet e vizitave të mbikëqyrura. Gjykatësi i lexoi me vëmendje duke i bërë pyetje specifike punonjëses sociale. Doktoresh Marina, sipas mendimit tuaj profesional, zoti Rok tregon aftësi për të kujdesur për fëmijën? Jo, i nderuar gjykatës. Zoti Rok tregon shenja të qarta të çrregullimit të kontrollit të impulseve, çrregullim të mundshëm të personalitetit antisocial dhe një vizion të shtrembëruar mbi atësinë. Ai e sheh fëmijën si pronë, jo si një qenie njerëzore me nevoja emocionale. Dhe sa i përket lidhjes ekzistuese midis Pietrit dhe zotit Klement, është e padiskutueshme, i nderuar gjykatës. Pietri e njeh zotin Klement si figurën kryesore atërore. Foshnja qetësohet në praninë e tij, i përgjigjet komandave të tij zanore dhe tregon shenja të qarta të një lidhjeje të shëndetshme. Gjykatësi bëri shënimet e tij përfundimtare. Zoti Rok, keni diçka për të shtuar? Roku u ngrit dhe avokati i tij u përpoq ta mbante, duke kuptuar se klienti ishte gati të bënte një tjetër gabim. Kjo është një fars, shpërtheu Roku. Ky tipi e ka bler familjen time me para. Amanda është një materialiste që jushit budallajt të parë të pasur që i doli përpara. Heshtja në sallë ishte shurdhuese. Gjykatësi e pa Rokun me një shprehje që e bëri të qartë se ai sapo kishte vulosur fatin e tij. Zoti Rok, mund të uleni. Do të jap vendimin tim. Gjykatësi organizoi letrat e tij, pa të gjithë të pranishmit dhe filloi të fliste me solemnitetin tipik të vendimeve gjyqësore që ndryshojnë jetë përgjithmonë. Pas analizimit të gjitha provave të paraqitura, dëgjimit të dëshmive të palëve, shqyrtimit të raporteve të vizitave të mbikëqyrura dhe duke marrë në konsiderat interesin më të lartë të fëmijës, vendos si më poshtë. Amanda mbante dorën e Klementit aq fort sapo ja priste qarkullimin. Së pari, rrëzohet kërkesa për kujdestari të përbashkët e paraqitur nga zoti Rob Gjoni. Provat demonstrojnë një model sjelljeje të papërshtatshme, potencialisht të rrezikshme për të miturin. Së dyti, autorizohet birësimi i të miturit Pjetër Shkreli nga zoti Klement Marku, duke marrë në konsiderat lidhjen afektive të krijuar, stabilitetin familjar të demonstruar dhe identifikimin e qartë të fëmijës me kërkuesin si figurë atërore. Së treti, përcaktohet se zoti Rob Gjoni mund të ketë kontakt me të miturin vetëm pasi t'i nënshtrohet trajtimit psikologjik për një periudhë minimale prej 2 vitesh, me një vlerësim të favorshëm nga një profesionist i akredituar nga gjykata. Amanda shpërtheu në lot, por ishin lot lehtësimi të thellë. Klementi e përqafoi dhe për herë të parë në muaj, të dy i lejuan vetes të ndjenin se më në fund ishin të sigurt. Familja Shkreli Marku autorizohet të kthehet në banesën e saj të zakonshme, ndërsa zotit Rob Gjoni i ndalohet të afrohet kërkuesve në një rreze prej 500 metrash. Roku u ngrit i tërbuar. Kjo nuk do të mbetet me kaq. Do të apeloj. Do të... Zoti Rok, tha gjykatësi me vendosmëri, çdo përpjekje për kontakt të pa autorizuar me familjen do të konsiderohet si mosbindje ndaj urdhrit gjyqësor. Jeni i paralajmëruar. Kur dolën nga gjykata, Amanda, Klementi dhe Pietri, i cili kishte fjetur i qetë gjatë gjithë seancës përfundimtare në krahët e Dados, u pritën nga Sofia, e cila ishte kthyer nga Voskopoja posaçërisht për të mësuar rezultatin. E pra, fituam, pyeti ajo me ankth. Fituam, princesh, tha Klementi duke e përqafuar. Fituam gjithçka. Tani jemi zyrtarisht një familje. Pietri është djali im me të drejtë, ti e vajza ime me të drejtë, dhe askush nuk do të mund të na ndaj kurrë më. Sofia filloi të qante nga gëzimi. Kjo do të thotë se mund t'ju quaj baba. Do të thotë se je e detyruar të më quash baba, qeshi Klementi, përmes lotëve të tij. 6 muaj më vonë, familja ishte vendosur në një rutinë të lumtur dhe të qetë. U kthyen në Tiranë, në apartamentin në zonën e 21 dhjetorit, i cili tani ishte dekoruar vërtet si një shtëpi. Sofia, në moshën 11 vjeçe, ishte në klasën e 6 dhe vazhdonte të dallohej në studime.
kishte vendosur se donte të bëhej avokate si babai i saj për të ndihmuar familje të tjera si e jona. Pietri, 1 vjeç e gjysmë, kishte hedhur hapat e parë dhe kishte thënë fjalët e para, babi dhe mami, duke ju referuar qartësisht Klementit dhe Amandës. Ai nuk ruante asnjë kujtim nga muajt e parë të vështirë të jetës së tij. Amanda ishte rikuperuar plotësisht nga trauma që kishte mbajtur për kaq shumë kohë. Vazhdonte me seancat e terapisë, por tani si mirëmbajtje e shëndetit mendor, jo si trajtim urgjence. Ishte kthyer në punë si parukiere në një sallon pranë shtëpisë, duke rifituar pavarësinë e saj financiare dhe vetbesimin profesional. Klementi kishte zbuluar se të qenit baba dhe bashkëshort i kishte dhënë një qëllim jetës së tij që gjithë suksesi profesional nuk ja kishte dhënë kurrë. Ai ende punonte në zyrën e tij, por tani dilte gjithmonë në orën 6 fiks për të qenë i pranishëm në darkën e familjes. Një pasdite të shtune, ndërsa ishin në parkun pranë shtëpisë, Pietri luante në rër, Amanda lexonte një libër në stol, Klementi e shtynte Sofin në lisharse, ndodhi një situatë e njohur. Një grua ju afrua atyre, duke mbajtur një fëmijë rreth 3 vjeç që qante pa pushim. Më falni, tha ajo, qartësisht e zënë ngushtë, nuk do të kishit diçka për t'i dhënë për të ngrënë? Po përpiqem të arij në stre, por ai ka kaq shumë uri. Sofia ndaloi lisharsen dhe pa Klementin. Babi, mund të ndihmojmë? Klementi buzëqeshi. Fjala babi ende e emociononte sa herë që e dëgjonte. Sigurisht që mundemi, princesh. Ata shkuan në një lokal aty afër dhe blen ushqim për gruan dhe fëmijën. Ndërsa djali hante me babëzi, gruaja tregoi historinë e saj, burri që kishte humbur punën, dëbimet, një seri fatkeqësish që e kishin çuar familjen në rrugë. Faleminderit, tha ajo kur mbaruan së ngrëni. Do të gjej një mënyrë t'ju shpërblej. Sofia u ngrit dhe e pa gruan me seriozitetin që vetëm një fëmijë që ka kaluar vështirësi mund ta ketë. Nuk keni nevojë të paguani. Por nëse një ditë jeni mirë dhe gjeni dikë që ka nevojë për ndihmë si ju sot, atëherë ju ndihmoni atë person. Kështu të gjithë ndihmojnë të gjithë. Gruaja u befasua nga mençuria e asaj vajze. Është një mënyrë e bukur për ta parë botën. E mësova nga babai im, tha Sofia, duke e parë Klementin me adhurim. Ai më mësoi se mirësia nuk është hua, është investim. Mbjell mirësi dhe korr familje. Më vonë, rrugës për në shtëpi, Klementi e pyeti Sofin, ku e mësove gjithë këtë filozofi? Në fakt e mësova në 2 mësime, u përgjigj ajo, serioze. I pari ishte në dyqan atë natë, kur bëra premtimin tim. I dyti ishte duke parë se si familja jon u rrit nga ai premtim. Ne menduam se unë do të paguaja një borxh, por në të vërtetë, të gjithë fituan shumë më tepër se sa dhanë. Amanda, e cila ecte anash duke shtyr karrocën e Pietrit, buzëqeshi. Dhe ti mendon se e ke paguar tashmë premtimin tënd? Sofia mendoi për një moment. Mendoj se tani e kuptova se premtimi nuk ishte për të paguar qumështin. Ishte për të besuar se gjëra të mira mund të ndodhin, edhe kur gjithçka duket e humbur. Dhe sa herë që familja jonë ndihmon dikë, sa herë që jemi të lumtur, sa herë që i tregojmë botës se familje si e jona mund t'ia dalin, unë po e paguaj premtimin tim. Klementi ndaloi së ecuri dhe pa familjen e tij, vajzën e tij të mençur e të guximshme, gruan e tij të fortë e të dashur, djalin e tij që lëshonte pështym dhe buzëqeshte në karrocë, dhe ndiu një mirënjohje aq të thellë sa pothuajse nuk i zinte gjoksi. E di diçka, Sofia? Mendoj se të gjithë ne po i paguajmë premtimet tona çdo ditë. Si kështu, babi? Ti premtove të paguaje për mirësinë. Unë premtova t'ju mbroja. Nëna jote premtoi të ishte nëna më e mirë që mundej. Pietri premtoi të ishte një djalë i lumtur dhe i shëndetshëm. Dhe çdo ditë ne i mbajmë këto premtime vetëm duke qenë bashkë. Atë natë, pasi fëmijët shkuan të flinin, Klementi dhe Amanda qëndruan në balkonin e apartamentit, duke parë qytetin që dikur i kishte frikësuar dhe që tani i mirëpriste si shtëpi. A beson në fat? Pyeti Amanda. Dikur nuk besoja, u përgjigj Klementi. Mendoja se ishte gjithçka rastësi, fat, short. Por tani mendoj se disa njerëz janë të destinuar të takohen. Sidomos kur kanë nevojë për njëri tjetrin. Atëherë ti mendon se ishte fat që Sofia hyri në atë dyqan pikërisht në orën që ishe ti aty? Klementi i puthi ballin Amandës. Mendoj se ju më shpëtuat mua po aq sa unë ju shpëtova juve. Ndoshta e kemi shpëtuar njëri tjetrin. Dhe tani? Tani jetojmë.
Jemi të lumtur. U mësojmë fëmijëve tanë se premtimet e vërteta gjithmonë mbahen, se familjet mund të formohen nga dashuria, jo vetëm nga gjaku, dhe se edhe në netët më të ftohta e më të vështira, gjithmonë ekziston mundësia që një mrekulli të jetë duke pritur pas qoshes. Amanda u struk kundër gjoksit të Klementit, duke dëgjuar rrahjet e forta e të qeta të zemrës së tij. Të dua, tha ajo. Edhe unë të dua. E dua gjithë familjen tonë. E dua jetën që kemi ndërtuar bashkë. Dhe ndërsa qyteti i Tiranës merrte frym poshtë me miliona historitë e tij që shpaloseshin njëkohësisht, në apartamentin në zonën e 21 dhjetorit, një familje flinte e qetë, duke e ditur se kishte përballuar stuhi dhe kishte dalë më e fortë, më e bashkuar dhe më plot dashuri se kur nuk e kishin imagjinuar të ishte e mundur. Premtimi i një vajze 10 vjeçare ishte shndërruar në një deklaratë dashurie për të ardhmen. Dhe e ardhmja, më në fund, u buzëqeshte atyre. Dëgjues të dashur, shpresojmë që udhëtimi i Sofisë, Amandës, Pietrit dhe Klementit t'ju ketë prekur thellësisht zemrën, ashtu siç preku tonën teksa e tregonim. Kjo është një histori për fuqinë transformuese të premtimeve të vërteta, për mënyrën se si dashuria mund të lulëzojë në vendet më të pamundura dhe për mënyrën se si një familje mund të lindë jo vetëm nga gjaku, por nga zgjedhja e ndërgjegjshme për të dashur dhe mbrojtur njëri tjetrin. Nëse jeni emocionuar me këtë rrëfim shprese dhe rifillimi, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe më të bukur të shpirtit njerëzor, duke treguar se edhe në rrethanat më të vështira, dashuria e vërtet gjithmonë gjen një mënyrë për të triumfuar. Faleminderit që na ndoqët në këtë udhëtim emocionues dhe ju presim në episodin e ardhshëm për një tjetër histori që do t'ju prekë zemrën.